Si shini ju këtë? Tash, pa dosht mi heq asni pik, asni presje para folset, me të vërtet 4 vitet e shkuara, komunat janë ballafaqu me sfidat të jashtëzakonshme. Sfida kryesore ka qenë kontrata kolektive. Pa fajnë e tyne, gjithmonë janë atë folë. Sfida, pa fajnë e komunave. Në kontratat kolektive, komunat absolutisht një pik faj nuk e kanë. Fajnë e kanë qeverit e kalume, nuk ka të baj me këtë qeveria. Do më thonë është një marrëveshje që ka ndonë kalume. Sfida tjetër, sigurisht, masat ndaj BE-s, që shumica e projekte, disa projekte shumë kruciale kanë pas, ose do të investueshin në komuna, ku do të përfitonin drejt për drejt qytetarët. Pa dosht me anashkalu, na jem vetë deshëm këto po jetojmë, qeveria qëndrore, qeveria aktuale, e ka lujt një farë roli opozitar me komuna. Shumë e vërtet. Pa asnjë arsye ka lujt, na e kem pa, është të po hapja, kanë apliku qëta komuna, qëta s'kanë apliku, fushatat zgjedhore u bajshin bashkë ka qenë involvume edhe fushata për zgjedhje lokale, për cilat komunat nuk është që kanë shumë faj. Sepse qytetarë tash nuk duhet me qenë të knaqët, që në Kosovë, në këto vite ku po jetojmë, qytetari po din me zgjedh, edhe po zgjedh në mënyrë të lirshëm. Tash e sa vite ne jem rrit me thirrjet e ndërkombëtarëve që mu largu klientelizmi politik. Tash qytetarit i pëlqen Albin Kurti për kryeministër, po i pëlqen Bekim Saliu prej një partie X për kryetar komune. Edhe është i lirë ai me votu. Kjo duhet neve me na bo krenar si popull, si shtet, e jo me bo politika, me bo karshe njëri tjetrit. Dhoni që kanë arritur atë pjekuri politike sa e bëjnë dallimin dhe Po, absolutisht. Qytetarët e kanë tregu në mënyrë praktike. Qytetarët kanë bëjnë dallimin, po tjetër në kohë dhe diferencimin nga politika. Absolutisht. Po e shohëm një fushat shumë të zbet. Po, e vërtet. Një fushat shumë të zbet. Një pjesëmarrje qytetare të vogël. Madje, mu më rastisi të shën njërin nga kandidatet për kryetar të Prishtinës, i cili este në një lagje, dhe askush nga qytetarët nuk i afronte që të bisedonte me të. Pra, interesim zero për të bashkë biseduar, për të komunikuar, për të shikuar cila është oferta. Është një lodhje kjo, është një apatie politike, apo çfarë është? Po është e lodhjes e dëshpërimit, e dekurajimit, e rezultate zhvillimeve edhe në nivel nacional, edhe ndarja e jetës prej politike, që kjo klientelizmi është i theksueshëm, nuk është i njëjtë siç ka qenë vitet e kalume, edhe me thonë drejtën fushata e gjatë. Unë jam i bindur që 99% qytetarëve sot në Kosovë dim kanë kemë votu. Edhe për kryetar komune, edhe për kandidat për asamble. Pra nuk presin t'i lexojnë programët. Kanë të pëtë sot 99% neve nuk na duhet me vazhdu fushat atutje. Do thonë është vetëm lodhje. Sepse s'po besoj që dikush nuk është i përcaktuar sot. A voton dikush bazuar në programët që shohin tani në fushat? Absolutisht, se na nuk kem programe në Kosovë. Do është me lirë me... Ka devalvu dhe ke ideja programe. Nuk është si përpara, ka devalvu shumë. Programet që po i ofrojnë kandidat për kryetar të komunave është interesant shumë pak. Për shembull, për mos me thonë asnjë prej kandidatëve s'pak unë s'kam has që ka paraqit një reformë në arsim. Arsimi parauniversitar, shëndetësia primare janë kompetencave tanake të komunave. E tha dhe para folse më herët, nëse të kem shkolla na për fshatna, mi për nuk kem nxënësa. Na kem AMF-na për fshatna, mi për nuk kem popull atje. Dhe kem administrat në munges të stafit, kem mësimdhënës të pric, për mos me thonë kem edhe staf mjekësor, jo mjek, po staf tjetër, ndoshta të pris në krahasim me mjetet apo kushtet e punës tyne, dhe asnjëri prej kandidatëve kryetar nuk ka arritur s'pakut na prezantoj një platformë politike se si do t'i bënte reformat në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në administratën e tyne, sepse për ata që nuk e din, numri i stafit të punësumve nga buxheti i publik i komunës është i përgjithshëm. Dhe komunave u takon me menaxhu buxhetin, stafin e tyne ku përfshihet arsimi, administrata dhe shëndetësia, dhe sigurisht sot
se për premtime, për motje, bekën e kena këto, për nëse na morim sot statistika prej komunave, na kem statistika bukur të mira, edhe për hapësira shkollore, edhe për hapësira shëndetësore, mirë për në fakt disa prej tyne hapësirave janë fata, nuk ofrojnë shërbime. Po, nëse mundem të që kjo pjesa e zbetësisë së fushatës, edhe pse pëndodhë që kjo edhe që shjo monet të e po. Për dalim, mos harrojmë, na kemi përfundu një cikël të stërgjatër të zgjedhjeve nacionale të shkurtit që halas kanë përfundu. Paramendo, jena të hime një cikël tjetër zgjedhor të rregullt fatmirësisht të zgjedhjes së kryetarëve të komunave pa e përfundu ato. Dhe çka po mendoni ju dhe këta politikan lider që ky popull po mendon ju shkon që ashtu mbrapa veç që shpodojnë këta? Jo, shumë mirë që po ndodh kjo. Pse po mendoj që po ndodh mirë, Mimoza? Që do të prodhoj? Jo që do të prodhoj. Jo që do të prodhoj. Po të kishëm zgjedhje nacionale të shpejta, këta e din, do të kishte bojkotim jashtëzakonisht madh ndaj këtyre kësoj papërgjithësie politike të liderve për mos me zgjidh problemin. Kjo është e para. E dyta, pse është që kjo zbetësia është saksisht përqitohet që njerëzit janë të lodhën me qëto premtime njëta, me qëto partijan. Tash këtu dalon gara nacionale me ato lokale, absolutisht. Po janë të njëjtit njerëz, veç përna rrotullohen hera nej, her knej. Dhe treta që anë menoj të kjo pse po ndodhë që kjo është që këta janë të rujt. Janë të rujt, kemi pa për dalim për herën e kalume, ku na kemi kritiku jashtëzakonisht këta shumë për gjuhën, për diskursin, për akuzat dhe kontraakuzat dhe për problemet që ja kanë bo njëri tjetrit, pastaj, kur erë puna me bo qeveri, s'kesh me kanë me bo qeveri. Qka i bjen kjo? Qka i bjen kjo? Ta përfundoj bik. Qka i bjen kjo? Kjo i bjen që mas 2 jave, këta kanë me pas nevoj njëri për tjetrin në garën e balotazhet. Këta janë të rujt për balotazh. Këta janë të rujt për balotazh. Dhe prandaj s'ka sot akuza të mdoja. A më beson çfarë përshtypje po kom kur pisho kandidat për kryetar? Një pjesë e tyne. Një pjesë. Një pjesë e tyne, që të studio. Nështë në 2 javë Po, jënë që të studio. Beso, dhe më thonë, qasin që po e ndjekun, si kur me thonë, i shola sfitej. A beson? Unë e pevrej këtu, dhe më thonë, që veç po munua qysh me jek monetajin, edhe mu largu për studios, edhe me shpresën që i shola sfitej. Mirë, sepse qa që është, unë po besoj është vështirësu, ose edhe është kontaminu, edhe hapësira publike, edhe sfera e veprimit, sa që është shumë vështirë. Ma shumë e kanë të kalkulimet për balotazh. Ndoshta. Me që mirënim pak me mirë qeverisje, ja vlen në base pak të analizohet se sa i keni pa jo qoftë nivelin qendror, por qoftë edhe nivelin komunal duke i keq përdorur kapacitetet e pushtetit që i gëzojnë për të fituar vota. Për shembull, s'po du tash unë të marr shembull, po i shohim ditëve të fundit, lirime biletash për disa, po qoftë edhe nivelin qendror nëse i përdorin, nuk e di nëse janë duke i përdorur veturat, apo a mund të na tregoni ju sa keni monitoruar to? Aq sa kemi pa, po ka raste edhe ky fundit me përjashtimin nga pagesat për trafikun urban të një thujse të gjithë qytetarëve të Prishtinës, se shumë pak kategori kishin me pa u përfshi. Për gazetarët. Po, fatkeqësisht.